Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Personi i zemrës tuaj po çmendet për largësinë që ka, për këtë distancë që ka midis jush. Çfarë do të bëj ky për të mos qenë më larg teje? Dhe të shikojmë çfarë do të bëj personi juaj. I mbuan shumë të distancë, është shumë i dashuruar me ju. Ky mbreti i kupave është një person që është shumë i dashuruar me ju. Tek ty si femër, ky shikon një femër shumë ekuilibrante që di të peshojë gjërat, gjithçka në jetën e saj. Të shikon si një yll polar që i shkëlqen jetën e tij në çdo moment. Dhe shumë shpejt ky vjen drejt jush, është një mashkull magjik që ju sjell gjithmonë energji pozitive në jetën tuaj. Është një intelekt, mashkull intelekt, që do të sjellë gjithmonë bollëk shpirtëror dhe bollëk financiar në jetën tuaj. Ka shumë mendime pozitive që do t'i bëjë realitet. Është i mërzitur për këtë largësi, por shumë shpejt ai vendos, lufton fort brenda vetes dhe vendos të vi tek ty. Me këtë karot diskuton me dy personat të jetës së tij që të lidhjen tuaj ta konsolidoj dhe merr një udhëtim lumturie drejt jush për të filluar një kapitull të ri në jetën tuaj, sepse distancën me ju ky person nuk e përballon dot më, e ka shumë të vështirë. Me kë rezonon kjo histori dashurie, kaq e bukur. Me kë gërm të emri tuaj? Me gërmën S, me gërmën E, me gërmën L, V, L, K, Y, E, B, R, T, gërmën V dhe gërmën R. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonojë me binjakët, akrepi, peshore, shigjetari, ujori, ligjëreshën, demin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.